Përshëndetje të nderuar. Tema e sotit do të jetë për matematikë. Nashti edhe ju keni thonë këto, po edhe keni një shumë prej tjerë të thonë matematika u konë super derisa me pas numra. Kur i hinën me shkronja, matematikë nuk janë nisa me kuptu ose u bë matematika lom. Kjo realisht nuk është e vërtetë. Problemi i parë të shumica e nxënësve edhe të rriturve është te numrat. Shumica mendojnë që konceptet abstrakte i shfaqen me shfaqjen e shkronjave, x-a, y-a, z-a, jo. Konceptet e para abstrakte që fëmijët e përjetojnë janë thysat. Për shembull, fëmia deri dje që ka mujt me mbledh nishin me ne, sot pse nuk mundet me mbledh 1/4 me 1/4 barabart me bo me 2/8. Pra pse nuk mundet tash me mbledh nishin me 1 dhe 4-shin me 4 edhe me bo 2/8. Pra konceptet e para abstrakte që janë nisin të fëmijët, të nxënësit, janë thysa. Për çfarë arsye na në Tutorix Akademi i kushtojmë shumë rëndësi numra. Pra nxënësit të kuptojnë numrat, thysat dhe koncepte tjera që në të hënën ta kenë një bazë të shëndosh që mund të ndërtojnë pastaj edhe koncepte më abstrakte, më të vështira sa përket të fushës së matematikës. Faleminderit për kohën tuaj dhe vëmendjen tuaj.